shoh shumë njerëz që po diskutojnë për këto, për projektet e fushatës, për planet, për kur të vim ne do bëjmë këtë, do bëjmë atë, refuzoj që profesionalisht ti interpretoj çfarë do lloj budalliku që nga 200 euro, 300 euro pension, 3.000 euro, 10.000 euro larje me flori për gjithë dynjas, për arsye sepse ofendoj veten intelektualisht nëse do ju të interpretoj numrat e këtyre. Duke qenë se e refuzoj këtë, është më mirë të merresh me një aspekt tjetër, se të pak më aspekt metafizik, se ku ka arritur niveli i shoqërisë. Dhe kam përshtypjen që të gjithë ata që ankohen që jo këta janë politikanët, jo këta na vodhen, këta na bën, kemi arritur në një pikë që kjo është në perspektivën time, dakord? Pa dashur të fajsoj njëri, është reflektim i shoqërisë në të cilën ne jemi. Një shoqëri që nuk kërkon përgjegjësi, një shoqëri që nuk kërkon as vazhdimsi të çfarë është më përpara, humbje konteksti, domethënë jeton sot për sot etj etj. Dhe po të shikosh të dyja fushatat janë komplet në ajër, domethënë një tallje në pamje të parë duket tallje, por që unë prap do të ri mendimi tim që është reflektimi i shoqërisë, kështu e do shoqëria. TikTok do, Tallava do, jepi atë që do. Nëse ti do flasësh për një projekt investimi strategjik apo për të ardhmen arsimit apo të bujqësisë apo të ku dijon të peshkimit, çfarë duhet ti fute, nuk do të ndjek njëri. Pra ti duhet ta bësh në këtë farforme dhe pastaj dalim te rezultatet e kujt. Dalim te tereni që është tereni kush më i zoti këtë teren. Po shahisti. Shahisti është më i zoti këtë teren, sepse ka një ekip. Një nga, për shembull, shif sa interesante që është kjo punë. Do vende se kanë dalë deri në modë që këta vënë vizitojnë biznese. Ke parasysh është bërë boz fare kjo, vënë për biznese, se çu bim qafë të shkretëve. Dhe vënë në këto biznese u bëjnë ture këta nga halli, se s'kan çfarë bëjnë, edhe u bëjnë ture që po pse u mblit kanë lajthinë në Shqipëri, qyqja. Dhe reklamojnë sikur thua ti këtu bëjnë ai shkencë e madhe, na Elon Musk ka ardhur këtu. Dhe duke vajtur për biznese, ishte një përfaqësues për mendem i lartë i Partisë Socialiste në një kompani nga këto të mëdha në autostradë. Dhe para se të zbarkonte udhëheqja aty, një staf për 20 e ca vetash për përgatitjen e terrenit, për përgatitjen e gjithë dynjas etj etj. Çfarë tregon kjo? Fatmirësisht dhe fatkeqësisht tregon organizim. Nga krahu tjetër ke edhe Partinë Demokratike që nuk e di, po kam përshtypjen që është manuali i këtij zotrisë që po bën PR-in tani të Partisë Demokratike, i famshëm si e kanë me ky, po, Lasivita, që po ndjek këto manualet tipike amerikane. Mirë po, këto kanë një avantazh manualet tipike amerikane, po kanë një dizavantazh kur ti nuk je në kontekst. Për shembull, ajo famshme e Çatis që u bë bajate gjithandej. Do ngrem tavanin, po. Do ngrem tavanin, ajo tjetra po në durrës me këtë punë e tavanit. Dhe manuali politik i këtyre i PR-it u sugjeron që ta veshin t'i vën kapele Berishës. Po, se tu duhet të pyes, se Berisha me kapele. Tani me numrin 1. Këto kemi parë Ramon gjithë fushatët që mban po. Manualet e fushatës në Amerikë kanë disa gjëra që janë lidhur edhe shkencërisht me marketingun etj etj. Ka pas disa lëvizje dikur që kanë ngelur në historinë e marketingut, të komunikimit, të Coca-Colës ose të luftës së Coca-Colës me Pepsin, apo luftës së dy makinave kryesore të tipit Audi me BMW. Ka pas një luftë marketingu. Mirë, po kjo vlen, pra në Amerikë është e tillë që kur ti ke një genialitet në PR, kundërshtari jot e merr pa ndryshuar sepse është diçka geniale dhe i ndryshon vetëm kontekstin. Dhe mund të përmend raste pafund marketing këtu. Dhe po përmend edhe rastin e fundit që të dy ne jemi dini ajo video me bufin atë në ku ishin në Pogradesa në Korçë, në Kolonjë. Me zonja që kërcenin bën tani hapi parë i manualit aty me që Allavi turp atyre zonjave, nuk e di a kanë burra as kanë burra, seriozisht. Të merri madh. Për shembull, imagjinoj plakën time unë e kisha heq qafe plakën time, se ta them sinqerisht, është merr i madh. Manuali i Amerikan i komunikimit tregon që nëse kundërshtari jot ka bërë një lëvizje geniale, ti e merr ndryshon kontekstin. Dhe çfarë bën këta të PD-s? Deri diku, morën, ndryshon kontekstin asaj, montuan atë videon. Këtu është problemi që kjo lëvizje është jashtë kontekstit shqiptar. Pse? Sepse nuk i tha njëri atij Lasivitas që, "O zotri, kjo nuk është geniale, këta e futën vetes me këtë video." Dhe këta e morën, prapë e ngritën në pjedestal, e përdorën, pra e legjitimuan budallikun që ishte bërë me atë Kuku Bufit, që ishte kënga ku diqëm, Valle Bufit. Dhe çfarë bën këta? E morën, e rimontuan dhe e publikuan prapë. Po nuk bëhet ajo punë, se është jashtë kontekstit, nuk bëhet. Ajo ndodh vetëm kur ti ke një lëvizje brillante në marketing apo PR. Ndërsa në rastin konkret nuk ishte e tillë. Pra lere të marrin koston e tyre. Pra manuali i Partisë Demokratike që ka ardhur nga kundiqun ndoshta nga Amerika, funksionon automatikisht dhe pa e kontekstualizuar njëria të zotrin këtej nga ana lokale tonë.